për Shqipërinë, antarësimi në BE është shumë më tepër se sa një ambicie politike apo ekonomike. Është një zgjedhje ekzistenciale jete. Nga një vend kur nuk jemi lejuar të zgjedhim për shekuj e breza të tërë tek një ardhmje të cilën gjithmonë kemi dashur ta kemi. E dim shumë mirë dhe kemi mësuar në mënyrën më të vështirë që liritë tona individuale, barazia jonë përpara ligjit dhe mënyra jetesës që duam për fëmijët tanë dhe për brezat tanë të ardhshëm nuk mund të garantohet askund tjetër përveç se brenda Bashkimit Evropian. Kështu që edhe një herë, faleminderit shumë i dashur Radek, e di që ke shumë punë për të bërë, e megjithatë keni qenë tejet i dedikuar ndaj kësaj pjese të gjithë asaj punët madhe të presidencës suaj dhe keni realizuar diçka që ne zot ta harrojmë kurrë. Dhe faleminderit Marta që na besove, që na dhe besim dhe që më lini ta them ashtu siç është, që edhe na ke shtyr pa hezitim, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të ecur përpara.